Përdhunuesit i fëmijëve po shëtisin lirshëm, pasi në shumë raste policia, punonjësit social, prokurorët dhe kompetentët e tjerë nuk janë në gjendje të sigurojnë prova të fuqishme. Për këtë u ankuan gjykatësit të cilët punojnë në rastet e këtilla. Edhe organizatat jo qeveritare mes shumë parregullsive përmendin edhe mos profesionalizmin e ginekologëve, të cilët janë të obliguar të dokumentojnë përdhunimin. Për këtë në shumë raste nuk mund të merret aktgjykimi i paditës. Ka ndodhur në praktik shpesh herë që edhe të gjykatat të sjellin vendime ku lirojnë nga akuza kryerësit vetëm për hir të mungesës së dëshmive të duhura. Ndërsa sipas ligjit penal, dënimi më i ulët për përdhunim ndaj fëmijës është 8 vjet burg, derisa dënimi maksimal është burgimi përjetshëm. Mirëpo dënimet e këtilla në shumë raste nuk mund të shqiptohen, jo vetëm për shkak të mos profesionalizmit të personave që i grumbullojnë provat, por edhe për shkak të vetë gjykatësve. Понякога съдиите не знаят, нали, те знаят процедурата, какво трябва да направят. Ndonjëherë gjykatësit nuk e din procedurën lidhur me atë se si duhet të dëgjohet fëmia viktim, pasi nëse fëmia është përpara kryerësit, atëherë është normale se ajo mund të ndryshojë deklaratën. Unë për këtë nevojiten shumë trajnime dhe takime në mënyrë që një ligj të funksionojë dhe fëmijët të jenë të mbrojtur. Që hetimi të jetë i suksesshëm, por edhe që fëmia të mos përjetojë trauma plotësuese, pasi çdo hetim do të thotë për psikën e tij përjetimi i sërishëm i dhunimit. Nga ambasada e fëmijëve Megjashi kërkojnë themelimin e qendrave të pranimit për fëmijët e dhunuar, si dhe një numër më të madh të familjeve strehuese. Si të psikolozi, psikiatri, nevropsikiatri këzhuar. Të gjithë psikiatrët e vënë duke se për fëmijën viktim janë shumë më të rëndësishme 72 orët e para, për shkak të presionit, tabus, heshtjes familjare e tjerë. Fatkeqësisht edhe krahas rritjes së dënimeve prej 8 vjet e më shumë, përsëri kemi numër të madh të rasteve të keq trajtimit seksual dhe pedofilisë. Dhe kjo na bën të mendojmë se ka mungesë të mbrojtjes funksionale të fëmijëve nga ana e shtetit. Sipas Diana Rusevës, përpos për kujdesjes së fëmijës dhe dënimit me burg për përdhunuesit, është më rëndësi që të punohet me vetë përdhunuesit, pasi pas një kohë në burg, ata përsëri do të dalin në liri dhe do të jenë në mesin e fëmijëve.